Në mjediset e bibliotekës publike Marin Barleti në Shkodër u zhvillua një veprimtari përkujtimore në nder të 94 vjetorit të lindjes së intelektualit Nexhmi Bushati, i ndarë nga jeta prej më shumë se një viti, figurë që la gjurmë të thellë në fushën e studimeve historike dhe përkushtimit qytetar. Nuk mund të përshkruhet me pak fjalë, po fjalët e para që mbi mendje janë thjeshtësia e tij, modestia e tij, dashuria dhe pasioni për çdo gjë që bate, që kapte në dorë, për çdo projekt, gjithmonë ishte kreativ me ide të tjera deri në vitin e fundit të jetës së tij. Në këtë omazh përkujtimor morën pjesë studiues si Gjovarin Çuni, Majid Sungu, Xhahid Bushati dhe Erzen Koperaj, të cilët vlerësuan figurën e tij si model përkushtimi dhe urtësie. Nexhmi Bushati ai ishte krahë i kulturës shkodrane. Sa i patëm të gjallë, i njohëm si punëtor të zellshëm të dijes, por problemet e travajit e jetës ndoshta nuk na i lanë me i vlerësu aq sa duhet. Ka kaluar një vit nga largimi nga kjo jetë e Nexhmi Bushatit, por imazhi i tij është po as i afërt sa që ishte kur jetonte. Kjo për faktin se ai ishte mik i gjithëve, e donte qytetin e tij Shkodër. Ishte i gatshëm të ndihmonte për çfarë do të mundej, ishte pjesë e profilit të këtij qyteti. Aktiviteti shërbeu si një kujtesë për Shkodrën, qytetin që ka patur dhe vijon të ketë figura që i kanë dhënë dritë dijes dhe kulturës, duke lënë pas një trashëgimi të denjë për të ruajtur e nderuar.